Kjo protesta duhet vazhdojë fortë dhe nuk duhet të ndalohen atje njerëzit që të flasin për rrezikun më të madh që është sot për protestën, që është rreziku i kapjes së tokave shqiptare dhe i ekonomisë dhe i ushtrisë dhe i bujqësisë, sektorët e tjerë të infrastrukturës, të teknologjisë së lartë që po kapen sektorët e bankingut, paraja elektronike, gjithçka Rama po ja jep Izraelit sepse është një prostitutë e Izraelit. Sot Izraeli po përpiqet që në emër të NATO-s të marrë në kontroll aeroportet në Shqipëri, sidomos aeroportin e Kuçovës, që ta ketë për thellësi strategjike, sepse në rast fillimit të një lufte me Turqinë ose me Iranin, po unë them që do fillojë dhe një luftë me Turqinë mbas takimit të NATO-s në Ankara. Ky ishte qëllimi që u bë një propozim i kryeministrit belg të vendoset në dokumentin e statutit të NATO-s që është ndryshuar ajo pika 4 dhe 5 dhe thuhet respektivisht që një vend që të ndihmohet duhet të ketë standarde demokratike nga anëtarët e NATO-s dhe të mos i ketë humbur këto standarde, dhe Turqia shumë kollaj mund të sulmohet dhe të quhet si një vend antidemokratik, por njëkohësisht është dhe pika 4 që është ndryshuar, ku ka qenë që në rast se sulmohet një vend, domethënë një të gjithë për një, ku në qoftë se sulmohet një vend i NATO-s nga 32 anëtarët e saj, atëherë automatikisht sulmohet gjithë aleanca dhe kundërpërgjigjet në mbrojtje gjithë aleanca. Kjo pikë është hequr dhe është lënë që është ndryshuar dhe është lënë që kjo pikë të funksionojë vetëm në rast se asnjë nga vendet anëtare të NATO-s, në rast se sulmohet një prej tyre, asnjë nga vendet e tjera nuk duhet të vërë veton. Pra duhet edhe vetoja e një vendi të vetëm qoftë nga aleatët. Pra nga 32 anëtarë, në qoftë se sulmohet njeri, sikur njeri nga 31 anëtarët e tjerë të mbetur të kundërshtojë mbrojtjen e këtij vendi që është sulmuar, atëherë NATO nuk ndërhyn. Dhe për shembull, nëse fillon luftën Izraeli me Turqinë, Greqia vë veton dhe NATO nuk mund të ndërhyjë dot në mbrojtje të Turqisë. Dhe kjo është lëna postafat me qëllim që të bëni një rregullim ligjor që të mos ndërhyjnë në rast të një lufte me obligimin e nenit 4 në krah të Turqisë, NATO-ja, kundër Izraelit. Pra, me këtë takim në Ankara i shapur rruga luftës Izrael-Turqi. Dhe unë mendoj që Izraelit i duhen këto teritoret si Qiproja, ishujt e tjerë të Greqisë ku ka mundësi aeroportuale për të fshehur flotat e saj nga goditja me raketa bërthamore, me raketa me rezet gjatë dhe primi që mund të përdor Turqia apo dhe Irani në rast futjes dhe të Iranit në luftë. Dhe Shqipëria hyrë në probleme të mëdha duke e futur veten në këto ngatresa, dhe kjo ka qenë arsyeja që më përpara pse u hoq ambasada e Iranit nga Shqipëria në qëllim që tash Izraelit të ketë fushën e lirë dhe mos ketë kushta kundërshtojë. Prandaj në protesta duhet përveç saj është edhe qëllimi i vjetër i Rothschildëve për të marrë Shqipërinë për kolon quish, ashtu siç kanë marrë dhe zona tjera si në Patagoni, në Argjentinë, janë blerë me qindra mijëra nga 300.000 gjuish që kanë hyrë në Argjentinë, të cilët kanë blerë toka pafund në Argjentinë dhe këtë gjë duan ta bëjnë dhe në Shqipëri. Ndaj është domosdoshme përmbysja e kësaj qeverie dhe ardhja në pushtet e një qeverie nacionaliste abetare, e cila sigurisht duhet të veprojë pa paragjykime dhe të ketë si poshtë kryesor të veprimeve të saj vetëm interesin kombëtar afatgjatë. Jo afatshkurtër, të veprojmë shit qatë shesin, me fal qatë falim, të kemi
disa mundësira për momentin për të përmirësuar ato kushtet tona materiale, por në një plan afatgjatë. Këto vende nuk shiten, janë të shqiptarëve dhe duan mbajtur të shqiptarëve, se boll na kanë marrë dhe na kanë lënë aq pak sa nuk mund të japim për të tjerët. Shqiptarë, vendit tonë ndodhet në një rrezik të madh, jemi në një kapërcyer historik negativ, në qoftë se do të flem gjumë dhe do të tolerojmë, ose në një trend pozitiv në qoftë se përmbyset kjo qeveri prostitutash, me në krye prostitutën e gjatë. Këto kohë ka dalë dhe një marrë një material, një copë e shkurtër, e shkëputur nga konteksti dhe e ka vënë ky Carlo Bolino me ata njerëzit e vet, me ata gazetarët, ku unë kam thënë që Rama të baret në litar, në qoftë se ai ka bërë marrëveshje të fsheta me izraelitët për kolonët që fut dhe për të falur ishullin e Sazanit si një pikë strategjike ushtarake të Izraelit për të kontrolluar Otranton dhe Veriun e Mesdheut, dhe e ka përdorur si bashkë me ca montazhe të tjera, sikur ne jemi njerëz të dumshëm. Sigurisht unë kam thënë në kontekstin e gjykimit dhe e dënimit të tij ekstrem, sepse për mendimin tim ai e meriton, i ka bërë shumë të zeza Shqipërisë këto 14 vjet, dhe Carloja e ka gjetur, e ka shfrytzuar në kontekstin e vet dhe e ka hedhur duke treguar se sa të dumshëm jemi ne. Kurse ky që ka dëbuar shqiptarët, po ju merr pronat, po ja u fal të tjerëve dhe po e fut Shqipërinë në gojën e ujkut, në ballet e të tjerëve, ku ne s'kemi asnjë lloj përfitimi dhe asnjë lloj historie përplasjesh të popullit tonë në popujt e tjerë, në rajonin e Mesdheut, jugor, në lindjen e mesme, dhe ky Carloja na e përdor. Po kur Carlo qelbësira, Carlo fundërina që çdo qeveri që të vi duhet ta fut në mikroskop dhe të shikoj se si ai fundërin ka vjedhur dhe ka plaçkitur shqiptarët dhe ka helmuar me informacionet që jep të vërtetën që ndodh duke u bërë pal në qeverinë dhe duke dalë në kundërshtim me parimet e Zotit dhe me parimet që duhet të ketë media, që duhet të jetë në opozit me çdo santim të publikut që prish qeveria. Ky fliq hanë më bën nder mua kur më nxjerr kështu me kuptime si të thuash ekstremiste, më bën nder. Carlo, shumë shpejt ke për ta ngrënë dhe do t'ja mbathësh nga ky vend, se boll poshtësira i ke bërë gjithë të vite sa herë kanë qenë në pushtet të majtët, ke bërë shumë poshtësira në këtë vend. E meriton t'ja mbathësh nga vendimet e drejtësisë, se ke bërë aq keq sa në këtë vend nuk duhet shkelësh më.